Shqipëria ka shënuar një tjetër rezultat të madh në arenën ndërkombëtare me sportin e mundjes, teksa Islam Dudajev është kualifikuar për në finalen e kampionatit evropian. 31 vjeçari nga Dagestani, i cili prej vitit 2022 garon për flamurin shqiptar, ka treguar një formë fantastike në kompeticionin që po mbahet në Tiranë. Dudajev regjistroi dje 3 fitore, duke siguruar zonën e medaljeve në kategorinë e peshave 65 kg në stilin e lirë. Dudajev e filloi nga kualifikueset, teksa shorti je vendosi përballë Ahmed Duman të Turqisë. Një ndeshje e dominuar dhe e fituar në rezultatin 6-1 nga mundësi i Shqipërisë. Në çerek finale, Dudajev mati forcat me Gjorgjanin Mika Zakashvili, një sfidë e luftuar ku sportisti kuqezi triumfoi në shifra 3-1. Mëtej ishte radha e gjysmëfinaleve, aty ku përballë kishte rusin Islam Guseinov, mundës që garon me flamur neutral. Një ndeshje e menaxhuar në mënyrë të shkëlqyer nga kampioni ynë, i cili arriti të fitonte me rezultatin 4-0, duke prerë kështu biletën për në finale, aty ku gjen Bashir Magomedovin, një tjetër rival rus. Finalja do të zhvillohet sot në orën 17:20, ndërsa parashikohet një duel me shumë emocione. Dudajev, ashtu sikurse Magomedov, e kanë siguruar medaljen e argjendit, dhe tashmë do të japin gjithçka për të fituar titullin e kampionit të Europës. Islam Dudajev ka arritur që t'i vurojë disa medalje të rëndësishme Shqipërisë, për rezultate që kanë kulmuar me të artën në Europianin e vitit 2024 apo me bronzin olimpik historik në Paris 2024.